e verës patjetër që është ideale për të pushuar, por në të njëjtën kohë për të shfrytzuar kohën për gjithçka që nuk mund të kemi bërë gjatë vitit. Dhe kur flasim për gjërat e vlefshme që mund të kemi bërë gjatë vitit është pikërisht leximi. Konkretisht nëse ndalemi tek fëmijët, është periudha e artë e tyre që kanë pushime, prindrit mund të jenë sërish të angazhuar me punë dhe të duhet që të kenë disa tituj që u sugjerohen, që të kenë mundësi që t'i sugjerojnë tek fëmijët edhe ta bëjnë verën të vlej. Kam kënaqësinë që me mëngjesin e sotëm me mua të jetë Elda Vela Botuesi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Shtetë e dashur, faleminderit dhe shumë kënaqësi që i kushtoni rëndësi gjithmonë librit dhe leximit përpos emisioneve tjera, sidomos ato me përmbajtje ekonomike dhe problematikat e ekonomisë. Më bëhet qefi që akoma ka televizione që kanë etje për të mësuar për librin dhe leximin. Kemi kuptuar që është nevojë ndoshta. Po, sidomos në këto kohë që teknologjia po ecën me hapa që në fakt ne nuk i ndalim dot, dhe patjetër ne si botues duhet të përshtatemi me mënyrën dhe me qasjen e re që lexuesit kanë, ndoshta duhet shkrimtarët si fillim dhe pastaj ne si botues duhet të sintetizojmë mendimin e fabulës së një libri të caktuara, ndoshta në një, si thuash, në një volum libri pak më të vogël se vite më përpara ose kohra më përpara. Kujtoj këtu letërsinë klasike, në fakt, Luftën dhe Paqen, apo Doktor Zhivagon, Tragjedinë Amerikane, që në fakt kanë qenë libra shumë voluminozë. Tani me ndryshimin e qasjes së lexuesit, nuk po them që ne do të braktisim letërsinë klasike, ajo mbetet dhe do mbetet gjithmonë frymëzim për lexuesit, mendoj që duhet i përshtatemi risive të reja të kohës. Me që se ne fokusin e kemi te fëmijët dhe në sotme, po me që u prek si problematikë së pari edhe me që patëm një orientim, si mbjeton një botues në këtë botë kaq të zhvilluar, që kemi filluar edhe përtojmë pak si të thuash edhe mendojmë që na merr shumë kohë leximi një libri, fokusi jonë është ato 30 sekondëshat e një video reels që mund të kemi në rrjetet sociale, si ja bëni? Përpiqemi të jemi patjetër shumë selektiv, më shumë se kur. Gjithmonë shtëpia botuese është përpikur të përzgjedhë një letërsi cilësore, me shumë mesazhe, sidomos për fëmijët, me ilustrime, shumë e rëndësishme që libri të ketë shumë ilustrime, sidomos për moshat e vogla 3, 4, 5, 6, 7 vjeç, sepse ilustrimet e shumta grishin kuriozitetin e fëmijëve. Tani fëmijët janë më të zgjuar, janë më smart se sa brezi jonë. Ne atëherë mund të lexoni prallat e vëllezërve grim pa pasur asnjë ilustrim përveç kopertinës, ne çdo gjë duhet ta përfytyronim, ndërsa sot fëmijët, librat për fëmijë sot janë më të bukur, do thoja, me më shumë grafik, domethënë grafik dizajnet bën një punë të shkëlqyer, dhe patjetër jemi përpjekur që të sjellim libra ndonjëherë jo shumë të voluminoz, me poezi të shkurtra apo me pralla të shkurtra, të cilët shtrihen në shumë flet libri me shumë ilustrime apo me tregime të shumta. Pra, dhe qasja, mënyra se si shkrimtarët sot shkruajnë, patjetër që edhe ne si botuesi udhëzojmë gjithmonë moshat më të vogla lexojnë më shumë, prindrit madje kanë më shumë kërcëri dhe dëshirë për të blerë libra për ta, madje në panajir shoh që shpeshherë prindrit më shumë blejnë libra për fëmijët se sa për veten, po sidomos kur janë moshat vogla, fëmijët e duan shumë librin dhe leximin. Fatkeqësisht do thoja që pas moshës 12 vjeçare, për ne është bërë sfidë më e vështirë dhe për autorët, si për autorët shqiptarë dhe për autorët e huaj që ne përkthejmë, mundohemi të përzgjedhim dhe të përzgjedhim libra sa më shumë që ngacmojnë mendjen e tyre dhe imagjinatën e tyre. Sa e vështirë është të impresionosh këta fëmijë sot? Sot është më e vështirë, është një sfidë për ne. Ne mundohemi shpesh të zhvillojmë takime me ta në shkolla, në panajire ne zhvillojmë mbi 20 takime, do thoja, me fëmijët. Pra, sot qasja ka ndryshuar. Në qoftë se përpara shkonte lexuesi te autori, sot shkon autori ose përkthyesi ose redaktori ose botuesi tek fëmijët. Në qoftë se do të bëhet një punë e mirë dhe mendoj që ka ende mësues të devotshëm nga prindi dhe nga mësuesi, mendoj që akoma ne do të rrisim një brez të mirë lexuesish. Ndërkohë duke qenë se të paktën ju si botuese merreni kryesisht edhe me tekstet shkollore, sa ndikon kjo në përzgjedhjen më pas edhe në këto tekstet, në këto librat që mund të sugjerohen përgjatë periudhës së verës, që të kenë atë mos të kenë shkëputje në këtë rast, pra të kenë një farë linje mendimi, por pa u lodhur nga tekstet shkollore si thuash, edhe të argëtohen, të shijojnë. Ministria e Arsimit çdo vit ka një listë librash të cilët ja u shpërndan mësuesve, me sa kam informacion, dhe ata ju sugjerojnë fëmijëve
të lexojnë libra të caktuar. Përveç kësaj, Ministria çdo vit vendos një fond të caktuar, që në gjykimin tim ky fond duhet rritur, për pasurimin e bibliotekave të shkollave. Pra, sot shkollat kryesore, do thoja, të qyteteve kryesore, por dhe të rretheve të vogla, pasurojnë me një numër të caktuar librash. Dhe këto libra pastaj mund të jenë në dispozicion të fëmijëve për të lexuar. Patjetër që ka problematika, patjetër që ka nevojë që bibliotekat dhe damarët e shtrirjes së shpërndarjes së këtyre librave të shtrihen në më shumë shkolla, në më shumë qarqe dhe në më shumë qytete. Duhet bërë një punë shumë e fortë me lexuesin. Ne këtë tani nuk e shikojmë vetëm si biznes, sesa e shikojmë edhe si mision. Misioni vështirë ndoshta, por mendoj që nuk është i pamundur. Nëse ke dëshirë dhe sidomos pasion dhe dashuri për diçka, mendoj që ja del. Do të jetë e vështirë, po mendoj që do të gjejmë forma për të mbijetuar. Sa keni parë edhe deri më tani, po më bëri përshtypje që thatë që nga mosha 12 vjeçare fillon edhe e braktisin pak disi, edhe fillon mbasi u pëlqen diçka tjetër, po sa ndikon të paktën nga eksperjenca juaj më sa keni parë, ata fëmijët që fillojnë leximin shumë herët, ndoshta qoftë me ato ilustrimet e vogla që në moshë shumë të hershme, sa ndikon që me kalimin e viteve ata të jenë ata besnikët e librit që vinë edhe marrin të rinj, mund të ndryshojë shija e tyre, po ndryshon për libra në këtë rast, jo për të kaluar në një fushë apo sektor tjetër. Pas moshës 12 vjeçare vëre që lexohet pak, por ajo që më dekurajon dhe kam thënë dhe herë tjetër si problem është që pas kësaj moshe fëmijët kërkojnë shumë të lexojnë anglisht. Është një problem shumë i madh që fëmijët në Shqipëri vazhdojnë të lexojnë anglisht. Bile u futa një ditë në një librari, e cila ishte diku te liceu, me shumë gëzim, se nuk e kisha vënë re, me thënë të vërtetën, dhe vura re që librat ishin të gjithë anglisht. Dhe madje librashitja më tha me shumë krenari që të gjithë të librat këtu janë vetëm në anglisht. Ky është një dëm shumë i madh që ne po i bëjmë brezit të ri, e kam thënë dhe do vazhdoj ta them, po prishim komplet kohët e foljes, kallëzuesin, kundrinorin, fëmijët po lexojnë dhe po artikulohen mangët, sepse të lexosh anglisht ka vështirësi pastaj në përdorimin mirë të gjuhës shqipe, pra po deformojmë gjuhën tonë dhe përveç kësaj, mendoj që fëmia të paktën deri në moshën 18 vjeç duhet të lexojë sistematikisht shqip dhe mendoj që ka akoma shumë nevojë për të mësuar nga historia e vendit vet, për të pasuruar jo vetëm mendërisht, por edhe shpirtërisht. Në këtë rast, ta mendon se po e shesim ne të lexuarit anglisht si diçka të nevojshme, sepse kjo është bota, ka filluar të ndryshojë, është më e shpejt, do kesh kontakte, do jesh qytetar i botës nëse lexon edhe fillon flet anglisht. Patjetër që globalizimi po bën të vetën, dhe kjo është një dukuri që ndodh jo vetëm tek ne, po me sa kam pyetur dhe në vende të tjera të botës. Por do thoja, jo kudo, ka vende që e mbrojnë me fanatizëm gjuhën e tyre dhe kanë politika. Lexoja një ditë në Gjermani që nëse njëri lexonte X libra në gjuhën gjermane, ai merrte në mos gabofsha rreth 200-250 euro. Patjetër që këto janë politika shumë të vështira nga ana financiare për t'u arritur, por mund të gjejmë mënyra të tjera. Shkollat mund të organizojnë grupe leximi, Books Club që i thonë, mund të organizojnë konkurse të ndryshme për të folur për përmbajtjen e një libri apo për të folur dhe për të krijuar për shembull ese të ndryshme, një temë të caktuar, të cilat ne pastaj mund t'i kalojmë dhe t'i bëjmë libra. Pra duhet të ketë shumë ndërveprim, shkolla me bizneset. Shumë shkolla e shikojnë vajtjen e një shtëpie botuese si biznes. Domethënë, sikur ne po shkojmë dhe përveç se librit, ne po kërkojmë të shesim librin. Kur në fakt qëllimi jonë nuk është aty. Qëllimi jonë është fol se diçka do ngelet në fund. Se po të ishte ashtu të kështë zgjedhur një biznes tjetër shumë të thjeshtë, se sa luftë që në pamjet parë duket si me mullin të erës, në sensin që është shumë e vështirë. Po nëse flasim për këto klubet e librit, në rrjetet sociale kam parë të paktën viteve të fundit, duke qenë se po i bëhet jehon në rrjeteve sociale në vetvete, ka edhe shumë njoftime për klube libri, për eventet të ndryshme artistike, evente për librat. Sa të shpeshta janë edhe sa të aksesueshme janë për masën në këtë rast, për të rinjt kryesisht që të kenë mundësi të ngulitet që herët. Unë do doja që të kishte në rast të parë më shumë librari. Librarit fatkeqësisht në Shqipëri, përveç 2-3 kryesoreve, ose janë mbyllur, si librari goxha e madhe me goxha histori në blok, ose janë kthyer fatkeqësisht duhet ta them në disa kioska të vogla. Aty disa librari, disa librar me energji të reja dhe me vizione të reja kam parë edhe në Durrës dhe në Vlorë, në fakt që kanë bërë dhe ambiente të vogla për klube libri.
por patjetër që duhet ketë më shumë hapësirë. Mendoj që libri duhet përjashtuar nga TVSH-ja dhe ndoshta librarit duhet ketë disa politika lehtësuese, duke qenë që ky lloj tregu është në tkurrje, një mënyrë që të ketë inkurajim për të hapur. Unë shikoj që librarët gjithmonë me të drejtë ankohen, qerat janë shumë të mëdhaja, hapësirat ku ata ekspozojnë librin sa vjen dhe po zvoglohen, dhe kjo në fakt nuk ndihmon lexuesin. Ne që ta bëjmë atraktive diçka, patjetër në rast parë duhet kemi një ambient më komod. Është bërë një punë e mirë, shoh që janë hapur librari bashkohore, por ka nevojë për metra katror të ketë më shumë librari. Unë kam shumë zona që mund të përmend zonën këtu ku jemi, në Shkollë të Bashkuar këtu ka vetëm një librari modeste, shumë modeste, gati kiosk do thoja, dhe pse përgëzoj librarin për punën që bën, që është diku aty përballë Shkollës Bashkuar, ti ke pjesët e Kodra e Diellit, që nuk ka librari fare, ke zonën e Laprakës që ka një librari shumë modeste, e të tjera zona në Tiranë që në fakt dhëmb. Në raport me popullsinë kaq të madhe sa ka Tirana, librarit për popullsi nuk janë pothuajse të papërfillshme, nuk pothuajse s'ka. Po leximi online sa po na vret në këtë rast, paktën për ata që po mundohen të kenë jo biznesin, se të kenë misionin, por që t'ia vlej në fund të ditës edhe të mos kenë nevojë që të jenë me minus në këtë rast. E dikush është problemi që nuk po ka lexues të rinj. Nuk është çështja se po lexojnë në iPad apo po lexojnë në libër, që patjetër për mua leximi në libër mbetet një emblem. Është një nostalgji, është një histori, është një kujtim. Le të lexojnë, po puna është që fatkeqësisht dhe online nuk po lexohet mjaftueshëm. Shoh që me vete ke 3 libra, po besoj që ti të ke edhe më shumë për të na treguar. Unë jam shumë krenare dhe ky është televizioni i parë sepse libri sapo ka dalë dhe ka njohur dritën e botimit për këtë antologji. Antologjit janë një punë kolosale që shkrimtarët duhet bëjnë. Antologjit nuk mund t'i bëjë mendoj çdo shkrimtar, sepse kërkon një punë të thellë, voluminoze, studimore dhe është një proces. Një proces në fakt që zgjat jo vetëm në kohë, por gjithashtu zgjat dhe në përzgjedhje. Dhe shkrimtari më i njohur, Xhait Bushati, shkrimtari më i njohur për fëmijët, dhe sidomos për poema, poezi dhe prozë patjetër, vjen me këtë antologji me 58 autor, kur frymojnë ëndrat fëminore. Por ajo që më pëlqen është se në këtë antologji nuk janë përfshirë vetëm shkrimtarët e Shqipërisë, por gjithashtu edhe shqiptarët e Kosovës. Pra, ka një shtrirje gjeografike, këtu më të përmendim shumë shkrimtarë, si Adelina Mamashi, Bedri Dedja, Spiro Çomora, Dritro Agolli, Ismail Kadare. Më pëlqen që ka zgjedhur edhe shumë shkrimtarë, ndoshta që prej kohës, prej regjimit, nuk kanë qenë të gjithë shumë të nxjerrë në pa dhe të nxjerrë në dritë, dhe ai ka nxjerrë këta me shumë dashuri. Do të përmendja këtu pastaj edhe shkrimtar kosovar, si Gani Xhafolli, do të përmendja një shkrimtar të ri si Fatmir Gjestila, i cili shkruan shumë libra për fëmijë kohëve të fundit, Dije Demiri, pra ka pasur të rëndësishme shkrimtari që të përmendi jo vetëm shkrimtar dinjitos meshkuj, por edhe gjithashtu femra, të cilët i kanë dhënë shumë letërsisë shqipe. Dhe që të bëm përshtypje realisht është kjo përzierje, që kemi edhe nga shqiptarët tanë të Kosovës, që kemi të përfshirë tek libri, dhe në të njëjtën kohë fëmia njihet me shumë autor, jo vetëm. Po, mendoj që ky libër është i mirë jo vetëm për fëmijën, por edhe sidomos për mësuesit e shkollës fillore mund ta përdorin këtë libër dhe her pas here t'ju bëjnë klasa leximi fëmijëve duke përzgjedhur libra të caktuara. Është shumë e mirë, shumë e rëndësishme, siç thonë logopedet, që fëmia të lexoj vjersha, sepse këto ndihmojnë shumë në zhvillimin e të folurit, rimimi gjithashtu zhvillon në të folurin më shpejt, por bëjnë mirë edhe për psikologjinë. Vjershat fatkeqësisht vitet e fundit janë braktisur pak nga lexuesi i vogël, por ne mendojmë që me shumë këmbgulje dhe duke i arsyetuar pse ata duhet lexojnë, do ta gjejmë shtegun për të shkuar prapë te lexuesi i vogël dhe për të bindur dhe prindrit që fëmia duhet të lexojë edhe vjersha, siç e kemi thënë ne në kohën tonë, ose poezi për fëmijë që quhen sot. Më shoj kuriozitetin dytëm, ka ilustrime aty, se nga që duket një libër me kaq shumë volum? Këtu ka ilustrime, po ka, janë më të pakta, por ka ilustrime, patjetër, jemi munduar që të bëjmë ilustrime, por thash, ky nuk është një libër që fëmia e merr dhe e lexon vetë. Në shumicën e rasteve duhet lexuar me prindin, sepse këtu shkurtimisht autori ka folur, në një anë ka vendosur një poezi që ka përzgjedhur nga shkrimtari, në anën tjetër ka vendosur pak
dhe nga jetë shkrimi i secilit shkrimtar. Është njohje e mirëfill, domethënë. Është një njohje e mirëfill për secilin shkrimtar. Dhe mendoj që është një guid, një udhëzues sidomos për mësuesit e shkollave fillore. Po kështu, sapo pa koka që kanë njohur dritën e botimit dhe libri Pema këngëtare, i shkrimtare së njohur Rovena Rozhani. Veçantia e këtij libri është se ky libër flet për një pemë e cila donte të këndonte, dhe kjo gjë i dukej shumë e çuditshme miqve dhe shokëve që kishte përreth. Një moment aty vjen një zoo këngëtar, por disa njerëz vinë dhe duan ta presin pemën. Çfarë ndodh me pemën, me ndodhitë e saj, e tjerë, patjetër që fëmijët duhet i zbulojnë nëpërmjet kësaj pralle kaq të bukur, e shkruar me kaq imagjinat nga shkrimtarja, por ajo që ne kemi të rëndësishme, sikurse dhe shkrimtarët, është mesazhet që këto libra japin, siç është dashuria për njëri tjetrin, por sidomos dashuria për natyrën. Dhe këtu kemi sjell shumë ilustrime, të cilët ngacmojnë shumë imagjinatën e fëmijëve. Gati ilustrueses Blegina Bezo ishte dashur një deri në 2 muaj për të bërë ilustrimet e këtij libri, sepse e kishim shumë të rëndësishëm që ky libër të vinte sa më dinjitos pranë doçkave të lexuesve. Dhe e veçanta e këtij libri është se ky libër është botuar në bashkëpunim me fshatin SOS, dhe të ardhurat nga shitjet e këtij libri, të gjitha të ardhurat do të shkojnë për kujdesin e një fëmije i cili fatkeqësisht nuk ka kujdes prindëror. Fantastik, ishte edhe mesazhi në këtë rast dhe shpresoj që të ketë rrugën sa më të gjatë. Po cilës grup moshi përket konkretisht? Nga mosha 4 deri në moshën 10 vjeç, mendoj që është një libër i përshtatshëm. Libri ka pasur që në fillim goxha shitje dhe kauzës këtij libri i janë bashkuar në fakt shumë biznese, dhe kjo është një gjë për të përgëzuar. I falenderoj dhe në emër ndoshta të fshatit SOS të gjithë bizneset që në fakt kanë mbështetur këtë kauzë. Dhe mendoj që libri do ketë së shpejti një ribotim, aq shpejt ka nesër shitje. Fantastike, pastaj të vazhdoj edhe me të tretin. Libri i tretë është një libër i panjohur nga shkrimtarja e mirënjohur Diana Çuli, skenaristja, përkthyesja, shkrimtarja, studiuesja, aktivistja e grave, e cila flet fort dhe mbron fort të drejtat e tyre, ka ardhur në fakt me një libër me tregime. Të sintetizosh gjithë mendimet e tua në tregime është më e vështirë, por mendoj që Diana Çuli me anë të këtij libri ja ka dalë më së miri, dhe siç e përmenda edhe në fillim, për qasjen e lexuesit që sot ka ndryshuar, ata duan shpeshherë, sidomos në ver libra me të shkurtër, me mesazhe që jepen shpejt, me fundin që mësohet shpejt. Mendoj që me anë të këtij libri ata dhe mund të freskojnë pak mendjet e tyre poshtë çadrës në ver, por mendoj që ky libër vjen edhe shumë ëmbël dhe trajton shumë nga temat dhe problematikat që të rinjt, jo vetëm të metropolit, por dhe të qyteteve të Tiranës, hasen në ditët e sotme. Aq sa më dukur vërtet abi, duke pasur parasysh moshën dhe eksperiencën e madhe të shkrimtares, se si ka arritur të futet në lëkurën e të rinjve, aq sa duket ndonjëherë sikur ajo jeton me ta, pi me ta, darkon ose drekon me ta, dhe mëson shumë shpejt për ngërçet e tyre në jetë, por dhe për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Përgëzoj realisht shkrimtaren për këtë libër. Shpresojmë që edhe në këtë rast të ketë jetën sa më të gjatë libri edhe të lexohet nga sa më shumë të rinj, jo vetëm. Ndërkohë, nëse flasim edhe për tituj të tjerë që mund të kemi kështu si me vete, pas të kemi përfunduar. Po, ne kemi sjell në fakt shumë tituj të rinj këtë verë. Van Goghu dhe Siena është një roman shumë interesant që kemi sjell për një pasazh të jetës së shkrimtarit, të piktorit të famshëm Van Gogh. Ai dashurohet me një prostitut në fakt, e cila në fillim bëhet modeli ati dhe pastaj bëhet muza e dashurisë tij, dhe është kjo grua e cila frymëzon pikturën e tij realiste të atyre kohëve. Pasi me ngulm piktorit i kërkohet që të pikturojë ndoshta piktura jashtë realitetit, të bukura, që për t'i bërë më të shitshme, por ai këmbgul fal realitetit që njeh nëpërmjet jetës së kësaj grue, që të bëjë në fakt piktura sa më realiste, piktura të cilat në fakt pas vdekjes së tij u bën edhe më të famshme. Vi me letërsi klasike, kemi sjell Lulet e Mollës, është një letërsi klasike e një shkrimtari nobelist. Filmi i frymëzuar nga ky roman është një nga
filmat më të famshëm dhe mendoj më emblematik të kinematografisë botërore, do të vazhdojmë, do sjellim klasik të tjerë, së shpejti sjellim Turgenjevin dhe Nikolaj Gogolin me Frymë të vdekura. E kemi shumë të rëndësishme të sjellim letërsinë klasike Dostoja, sepse vitet e fundit vihet re që lexuesi është rikthyer te letërsia klasike. E para se ndoshta në kohën e gjimnazit ne kemi lexuar me tjetër qasje dhe tani duke rilexuar ne ridimensionojmë mënyrën se si e lexojmë këtë letërsi, por ndoshta shpeshherë dhe veten dhe mesazhet që marrim në rreshtat e librit, e rëndësishme është që lexuesi të lexojë, se lexon letërsi bashkëkohore apo letërsi klasike, se lexon librat e shtëpisë time botuese apo të një shtëpie botuese tjetër, për mua sinqerisht kjo është e dyta për nga rëndësia. Për mua është e rëndësishme është që të lexohet. Ilda Vela, faleminderit shumë që ishe me ne sot dhe faleminderit që vijon me kaq pasion këtë mision. Shpresoj që të kemi mundësinë edhe herë të tjera për të takuar dhe për të folur për të tjerë. Faleminderit ju për ftesën dhe mos ju shtert kur pasioni për të sjellë gjithmonë në televizionin tuaj tema aktuale, por dhe shumë interesante ekonomike. Unë si një student ekonomikut, shpesh herë në emisionet tuaja gjej veten dhe mësoj dhe do vazhdoj të mësoj mendoj gjëra të reja. Kemi mundësi që edhe për librin dhe për ekonominë, atëherë të flasim herë të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.